Live from Tirana në Top Albania Radio. Dhe jemi drejt për së drejti në valë Top Radio, 11:08 ora eksakte në këtë moment dhe jemi në studio tashmë për të diskutuar për ju që po na dëgjoni në këtë moment, duke qenë se audiencë më e madhe është tek ata që po japin një mjeti, pra makinës kryesisht, autobusave dhe jo vetëm. Shpesh herë ne na ndodh të bëjmë gabime, përveç se sigurisht shteti, institucionet, autoritetet kanë përgjegjësitë e veta. Do të flasim për sigurinë dhe pasigurinë rrugore, kjo hallka mes përgjegjësive kundrejt institucioneve, por dhe përgjegjësive tona si komunitet. Për të diskutuar me këtë është mua në studio Faik Basha, ekspert i sigurisë, mirë se vjen në program. Mirë se gjeta. Si je? Mirë parkim? Vështirë. Se halli i madh janë për parkimet. Vështirë. Nga të nisim, se duket sikur ne në Faik flasim për një problem të caktuar vetëm kur ndodh gjëma, siç ishte rasti i tmerrshëm i disa ditëve më parë në Durrës, që humbën jetën dy fëmijë. Nga të nisim, cila është ajo gjëja, gjenesa e gjithë problemit që nuk funksionon, që ka trafik në Shqipëri, edhe pse ka ngelur shumë pak banor, që secili parkon për qefin e vet, por njëkohësisht shumë edhe aksidente rrugore. Pra është i pamundur që ti mos e shohësh fatkeqësisht në ditë, por kjo besoj edhe do shtohet, kam përshtypjen gjatë verës, në media. Cila, pra ti si ekspert i sigurisë, nëse do rëndisje hallkën kryesore të këtij problemi që ka shumë pasojë, pastaj cila do të ishte? Shiko, përfitojmë nga rasti që dhe dëgjuesit më të shumt janë shoferë dhe në radh parti përshëndesim dhe besoj që duhet t'ja nisim aty ku ju e filluat bisedën, që shpesh herë si përdorues të rrugës kemi edhe ato problematika të cilët i hasim në përditshmëri. Me thënë drejtën, këtu unë jam vetë përdorues mjeti dhe ndoshta do ishte fjala më e mirë, shpesh herë edhe i zbatojmë rregullat e sigurisë, ose ndoshta edhe i zbatojmë. Sepse në një vend ku nisesh për të ardhur ka një pikë A e qytetit përmes me i vendosë emër për të shkuar në pikën B që nuk bën më shumë se 2 apo 3 kilometra, do të rastisësh gabime pafund, problematika pafund, dhe gjitha këto i bëjmë ne, përdoruesit e mjeteve dhe po ne i bëjmë se s'na ndëshkon njëri, a? Ka shumë pikë pyetje në pse vijnë këto gabime. Më radh parë po shikoja edhe ideja që do të trajtonim këtë temë dhe u mundova të shoh pak lajme dhe në lidhje me këto problematikat, por dhe si përdorues normalisht i konstaton edhe vetë në para se të fillonim dhe transmetimin, po diskutonim në lidhje me këtë çështje. Pash tek një rrugic këtu në Tiranë, jepte një lajm, një nga këto portalet, në një distancë as 100 metra, dy përdorues, dy shoferë futeshin kundravajtje dhe bllokoshin rrugën vetëm për të parakaluar një makinë. Dhe ne këtë problemin e krijojmë ne. Ku qëndron? Është trajnimi jo i duhur, është shiko, unë e kam vënë theksin dikur tek çështja e autoshkollës. Shumë e bukur kjo, se ne gjithmonë flasim edhe për aksidente në media, jo po rruga, jo po sinjali, jo po shteti na. Ora, kush e jep lejen e drejtimit këtyre njerëzve? A mund të merrem çik me këto njerëz që japin të lejen drejtimit? Patjetër. Se ne s'mund të bëjmë se budallëm që nuk e dim që shumica teorinë mbi të gjitha, por dhe praktikën e kanë marrë me lek. Autoshkolla ka një mision shumë të rëndësishëm. Në radh parë identifikon përdoruesit. Pra, ai që në momentin që të merr, ka për detyrë trajnimin, ka për detyrë të mësoj me rregulla, ka për detyrë të licencoj nëse ti arrin objektivat ligjor të përcaktuar. Por ai ka për detyrë të lexoj, pavarësisht se ka disa dokumentacione që duhet të thuar, shkosh te psikologu, shkosh te psikiatri etj. Tani merremi çik me këto procedurat. Funksionojnë këto procedurat? Si mendoni ju? Unë mendoj që jo. Edhe unë mendoj si puna joje.
Pse? Pra, shko aty merr një firmë për syt, merr një firmë për veshët, merr një firmë nga psikologu. Është bërë rutinë, kur shkon tek të marrësh plotësosh atë formularin me 12 vula, askush nuk mendon që shiko, i plotësoj unë këto kushte, jam mirë me shikimin, jam mirë me dëgjimin, jam mirë mindërisht, por mendon, gjithë kjo bezdi, kush shkon ti bëj gjitha këto, madje kemi raste që çojnë edhe familjar, i thon shko mi plotëso pa këto se më duhen se. Domethënë, shiko, ti kushtojmë kaq pak rëndësi kësaj kur ne e dim që problematika më e madhe në aksidente, në problematika në qarkullim është pjesa e drejtimit të mjetit në mënyrë të gabuar. A shikohen këto persona nëse janë përdorues të lëndëve narkotike? A shikohen këto persona nëse janë përdorues të alkoolit? Para se të shkojmë te faza e licencimit. Pra, duhet parë nëse ne këto autoshkolla i kemi funksionale, e kryejnë detyrën dhe misionin e tyre për të cilët janë ndërtuar, apo këto autoshkolla ne i kemi thjesht një burim fitimi për poseduesit e tyre, ato të cilët i posedojnë. Kam frikë se ne i kemi vetëm një burim fitimi dhe askush nuk interesohet se sa nxë një drejtues mjeti kur shkon për të trajnuar në këtë institucione. Dhe e kam këtë thirrje për institucionet të cilët i monitorojnë këto, duhet i shkundin këto autoshkolla. Duhet i shkundin sepse e kanë humbur misionin e tyre. Dhe të gjitha këto përkthehen pastaj në një problematikë të madhe. Dhe kur ti je një përdorues jo i rregullt, je një përdorues i çrregullt, je i rrezikshëm rrugë, detyron dhe pjesën tjetër i cili qarkullon në mënyrë të rregullt, të disiplinuar, e detyron të dali jashtë vetes, edhe jashtë profesionit apo jashtë asaj çfarë ai përfaqëson, sepse në një farë mënyrë njeriu ka instinktin e reagimit për të mbrojtur nga problematikat dhe do ta bësh pjesë të përfshirjes. Kur tjetri të vjen përballë, ti patjetër që vjen një moment që acarohesh se nuk është një rast i vetëm, sepse kur është një rast i vetëm ti patjetër thua më ndodhi mua, po lëre kaloj, sepse nuk dihet. Por kur këtu në 2 kilometra unë jam i bindur se në gjithë përdorues edhe ata që na gjojnë e dinë shumë mirë, janë me dhjetra gabime të cilët të sjellin pasiguri, të sjellin stres. Nisesh mëngjes për shkuar në punë dhe kur shkon punë, shkon totalisht i ngarkuar. Nuk ka nevojë më të ngarkohesh me detyrën që ke, sepse vetëm rruga për shkuar nga banesa në punë të ka ngarkuar mjaftueshëm, të ka stresuar mjaftueshëm. Kemi ne një studim, një statistik pse ndodhin aksidente në Shqipëri? Ka studime, ka statistika, sigurisht që drejtuesit e mjeteve sillen, domethënë i përshtaten situatës, më shumë i përshtaten situatës se sa i përshtaten normave të qarkullimit. Janë infrastruktura, patjetër që infrastruktura është pjesë e problematikave, infrastruktura që është në ndërtim e sipër krijon problemet e veta, pjesa e përdorimit të lëndëve narkotike, pjesa e përdorimit të alkoolit në qarkullim është ka konstatuar që është pjesë e problemeve dhe ajo që është më e rëndësishme që dalim prapë tek autoshkollat, pjesën më të madhe, përqindjen më të madhe të aksidenteve i bën grup mosha 25-35 vite. Gjë që tregon që trajnimi i tyre në këtë drejtim është shumë i dobët. Po kjo ka të bëjë dhe pak dhe me formimin, se ato mund ta dinë që se si funksionon, por në kulmin e ignorancës dhe egzaltimit emocional, sepse ke marrë një makinë të re, ne e dimë çfarë ndodh në autostradën Tiranë-Durrës. Po ka të bëjë dhe me formimin. Atë që ngjitet nga pas, e kupton? Ka të bëjë. Pra, ne ende në 2026 nuk mund ta më shumë se sa te këto gjoba e shpejtësisë. Ore, nuk mund të monitorojmë ne këto të rinj që të ngjiten nga mbrapa në autostradën Tiranë-Durrës, se ato janë vrasës. Ka mënyra. E para pra po them që është autoshkolla. Autoshkolla kur i merr, ai lexon sjelljen. Ai është i pari që duhet certifikoj. Ai nuk e bën këtë nuk e parashikojmë dot që ai kur të marrë makinë të shtrenjtë do shpërfytyrohet, e kupton? Shiko, se këto vijnë dhe nga komplekset e inferioritetit. Për të treguar që je i suksesshëm, ai ndihet vetëm makinën. Ai që fillon edhe ka tendenca për të krijuar këtë lloj sjellje, që kur vjen aty vjen thot, "A ti japun këto legët e ti që mos vi më?"
Domethënë që këtu vjen sjellja e tij dhe mentaliteti. Absolutisht është e dukshme që në hapat e para. Por pjesa pastaj, pasi certifikohen dhe pasi licencohen për qenë drejtues mjeti, vjen tek pjesa e kontrollit, pastaj institucionet të cilët monitorojnë dhe kontrollojnë sjelljen e shoferëve për dhuruesit mjete në rrugë. Aty pastaj ka patur vend për diskutim. Kemi një rastin që u përhap një lajm që drejtori i përgjithshëm kishte lçuar një qarkore, kishte lçuar një udhëzim që të hiqen pikat e kontrollit në rrugë nga policia rrugore, gjë që të paktën me komunikimet që kanë pasur, do ta mbaroj vetëm me komunikimet që kanë patur unë, nuk është plotësisht kjo ai udhëzimi që është dhënë, por është keq interpretuar dhe pastaj mediat e kanë përcjell dhe shoferët e kanë marrë të mirëqenë. Dhe çfarë ndodhi? Menjëherë filloi një çrregullim i pazakont. Në 14 ditë pati 10 aksidente, 14 jetë të humbura dhe 61 të plagosur. Do thotë që këtu u çliruan. Pra nuk kemi të bëjmë me individ veçantë. Atëherë çfarë duhet bërë? Kur qytetarët kur në një komunitet shfaqen sjellje të cilat janë të rrezikshme, institucionet duhet veprojnë në mënyrë të fortë dhe duhet ndërhyjnë në mënyrë të menjëhershme. Dhe unë kisha një propozim që përdhuruesit e alkoolit nuk mund të jenë të përhershëm në të licencuar. Nëse ti kapesh një herë me alkool dhe në herën tjetër ke bërë aksident, vetëm alo këtu sepse dua ta elaborojmë pak të lajmin që edhe u keq interpretuar nga drejtori i ri i policisë për heqjen e patrullave në qarkullim, për ta kuptuar pak më mirë. Shkojmë në pak marketing dhe rikthehemi shpejt në program. Ju përshëndes nga Live from Tirana. Do të përqendrohemi pak tashmë tek ajo që duket sikur disa i gëzoi, disa e çorentoi, krijoi pak një paqartësi në publik që ishte ky lajmi që do të hiqen të gjitha patrullat, policët në monitorimin e përditshëm fizik dhe çdo gjë do të jetë me kamera, por si është e vërteta e këtij lajmi, çfarë solli kjo dhe se si duhet të funksionojë, është kaq shumë pozitive monitorimi vetëm me kamera faik, çfarë sill ky? Apo duhet dhe kjo prezenca fizike e policëve në rrugë? Po, u tentua të bëhet një zhvendosje, nuk mund të themi largimi i patrullave të policisë rrugore, po u tentua të bëhet një zhvendosje dhe të disiplinohej pak mënyra se si ndalohet një drejtues mjeti në rrugë për të mos krijuar edhe shqetësime dhe pengime në punën e përditshme. Mirë po, kjo u kombinua me pjesën e instalimeve dhe të futjes në funksion të sistemeve të monitorimit me kamera dhe me pajisje inteligjente. Tani këto kamerat ku janë? Ku janë shtrirë deri? Kamerat janë parashikuar që në fillim të mbulojnë 20 qytete dhe akset kryesore dhe vendet kryesore të qyteteve ku kanë qarkullim më të madh të mjeteve dhe më vonë do janë me inteligjencë artificiale dhe do bëjnë dhe rregullimin e qarkullimit, rregullimin e semaforëve, do bëjnë identifikimin e mjeteve, përdhuruesive të mjeteve në mënyrë të parregullt në rrugë, për mjetet të cilët janë të pa identifikuara që rregullojnë, për krimin i cili përdor rrugët me mjete e tjera. Pra ka një mision shumë të madh dhe shumë të mirë dhe do të ndihmojë. Janë monitoruar, çfarë di deri tani? Për shembull, ku janë monitoruar këto kamera, ku janë, në cilat qytete? Kanë filluar, por nuk është se është implementuar, është në proces edhe ky projekt do zgjasi deri pak kohë derisa të bëhet instalimi i plot. Mirë, po unë mendoj që ne kemi trajnuar dhe i kemi përgatitur shoferët që duhet ta shohin fizikisht punojësin e policisë dhe kjo ishte ajo përplasja e parë që sapo u dha ky lajm, kemi raste kur drejtuesit e mjeteve i kërkojnë llogari punojësit të policisë, ka patur dhe ndalesa për kontrolle të tjera, i thotë ti s'ke drejt më ndalosh më sepse ka dalë një udhëzim i drejtorit të përgjithshëm të policisë. Ka pasur rastesh? Patjetër, ka patur këto raste, patjetër. Dhe mirë, po ti si qytetar, ti si drejtues mjeti, ku e merr të drejtën dhe ku e ke ti të bazuar, sepse udhëzimi nuk është i atill dhe një punojës policie, një punojës sigurie në momenti që dyshon për një shkelje e ka të drejtën për të ndaluar në çdo moment çfarëdo lloj udhëzimi, ne të instalojmë çfarëdo lloj pajisjesh dhe çfarëdo lloj sistemi fiziku, personi fizik ka të drejtë për të ndaluar. Madje edhe semafori nuk funksionon nëse ka një punojës policie në semafor. Pra ne dim këtë që kur është punojës i policisë, ti nuk ke drejt më të shikosh semaforin, por i merr udhëzimet nga punojësi i policisë. Por ne jemi kaq
kaq si ta them, të pandrejshëm sa mendojmë që i dim gjitha dhe mendojmë që ne kemi të drejtë. Harrojmë se çdo lloj institucioni dhe çdo lloj strukture e një shteti është ndërtuar në funksion të rregullimit të jetës së qytetarëve, sigurisë tyre. Pra, asgjë nuk është ndërtuar e tepërt dhe futëm diçka tjetër dhe okay, më njëherë ta heqim. Pra, kishte edhe nga këto dhe filloi një çlirim i paparë i qytetarëve sa u rrit numri i aksidenteve që po të bëshim një përllogaritje me statistikat për aksidente dhe për humbjet e jetës në aksidente, përfshir infrastrukturë dobës, plotësimi me tabelat e qarkullimit, ndriçimi etj. Shkon diku ke 150-160, ndërsa me trendin që ndodhi pas këtij udhëzimi shkoi i bie që në një vit të shkonte numri i aksidenteve, numri të vdekurve në këtë lloj aksidentesh mbi 350. Pra, pse? Sepse qytetarët u çliruan. Ç'a shikojmë në këtë ne? Ne shikojmë që nuk është problemi një apo dy individëve, është problem në masë. Pra, është problem në masë dhe kjo duket që nuk funksionoi. Atëherë patjetër që duhet marrë disa masa shtrënguese. Nëse dalim tani bashkë dhe i tregojmë qytetarëve të tabela të sinjalizuese të qarkullimit rrugor, do i njohin thua? Nuk po them tabelën stop apo kundërvajtje se këtë besoj e njohin. Shumica e shoferëve të ri njohin vetëm ato tabelën që thot ndalohet pirja e duhanit, që është e cigaria kështu, sepse e kanë më të parë ato tabelën se sa tabelat e qarkullimit rrugor. E para është që nuk i njohin dhe bie përgjegjësia mbi edukimin në autoshkolla. E parti çandos aty te krethi i Kamzës për shembull, aty është një lemeri totale, domethënë nga mesi i rrethit, se nuk di ta shpjegoj me terma të dhura, ai do me dal për shkak me fut për ndurrës, e kupton kalon 3 radhë makina, po mbaj kursin tënde plak, e kupton? Sot jo atje, sa atje është ndoshta është një vështirësi për të orientuar. Ka një farë vështirësi, pavarësisht se shoferi duhet ta di dhe duhet jetë i qartë për drejtimin e tij dhe duhet pozicionohet para se të futet. Duhet pozicionohet. Por në unazën e madhe, vjen ku ka dy drejtime, ka drejt dhe kthim, për shembull, po e marrim djatha, se dhe kur afrohesh hapës semaforit bëhet me 3 kursi, vjen tjetri nga krahu i djathtë, e shef që është i bllokuar krahu i vet, merr për të mos qëndruar 10 sekonda në trafik, merr nga krahu i djathtë, vjen të del përpara, vjen futet dhe bën çorap gjithë qarkullimin. Pra, ky është problem. Këtij personi duhet marr masa. Ky person nuk është më për drejtuar mjet. Tek masa ndale me çikën, se ka njerëz për shembull që të 3000 lekshin të vjetra se ka problem fare, se këtë po flisim pak. Duhet rishikuar. Unë kam thënë dhe i qëndroj kësaj që masat, gjobat duhet jenë proporcionale në varësi të ardhurave që ka një person. Kishim një rast që u bë dhe publik që një person kishte ndaluar një mjet këtu në Tiranë në mes të rrugës, kishte bllokuar të gjithë qarkullimin dhe ishte ulur në kafe. Po. Dhe ati do shkosh ti vendosësh 300.000 lekë të vjetra në gjop. Ndërkohë që ai rrezik në natë i lën bakshish. Me karburanti ka. Po pra, i lën bakshish. Se këto makinat e reja të shtendi harxojnë dhe shumë. Duhet jenë gjobat proporcionale. Duhet jenë gjobat ndëshkuese, kur ti je përsërit i 2 apo 3 herë, apo nuk e di sa duhet parashikohet edhe nga rëndësia e problematikës së sjell, duhet patjetër që të kufizohesh në lejen e drejtimit, jo me 1 muaj apo me 6 muaj, por mund të shkojë edhe 5 vite. Mund të shkojë edhe në riedukim. Por për rastet kur përdorin mjetin me alkool, ai nuk është më shofer, ai mund të themi që ka një armë në dorë dhe ai në çdo moment mund të rrezikojë jetën e qytetarëve. Këtij personi u konstatua 1 herë, 2 herë, herë në dytë hiqa patente fare. Ka një pyetje teknike. Për shembull, kemi shumë qytete të mëdha në Europë që edhe numri i parkingeve është më i paktë, e kupton, ose është më i sofistikuar e gjitha me radhë. Por edhe numri i banorëve dhe turistëve që jetojnë aty është tmerrsisht më i lartë se Shqipëria dhe Tirana. Në Tiranë të gjithë për të blerë diçka ndalojnë mu para dyqanit. Dhe shumica thon po ku ta lejun makinën.
ku ta lejnë makinën? Pra, ma shpjegoj pak teknikisht si duhet të funksionojë. Pra, kaq shumë u bëm kaq shumë moderne, kaq shumë luxury sa e kemi problem të ecim pak në këmbë dhe paguajmë abonimin palestër, pastaj se nuk e kuptoj këtë gjë, e kupton? Ndaloj njëri për të qetur, ndaloj njëri për të pirë kafe, ndaloj njëri për të bler cigare, ndaloj njëri për bler byrek, ndaloj njëri për bler bukë. Edhe zonja kanë parë që bëjnë pazarin, ndalojnë para frutave e perimeve. Të mesin nga makina me terezi, ti do duhet të bësh një manovër, pastaj një manovër tjetër, pastaj një manovër tjetër, po ja pra ky është trafiku. Atëherë, konstatim shumë i saktë dhe përjetës vërtetës është një gjë që ndodh rëndom në vendin tonë. Për sa i përket numrit makinave qarkullimit, Shqipëria është ose Tirana që është rajoni më i madh me numrin e mjeteve që ka 1/3 e Se mjeteve. Se të gjithë thua se spitalet janë këtu, shkollat. Hospitalet, institucionet e gjitha. Ka një problem që lidhet drejt për drejt me transportin publik. Autobusat janë të pamjaftueshëm për ta kryer këtë shërbim. Trena s'ka. Trena nuk ka. Në toksor as. Tramvaj nuk ka, gjë që duhet parë dhe në çdo qytet të Europës ke alternativa të shumta. Nëse ti ke këto, besoj që do ulet në një farmase numri i qarkullimit të mjeteve dhe qytetarët s'kan pse shkojnë në punë me makinën e tyre kur kanë një transport alternativ dhe e kanë të përshtatshëm dhe shumë të shpejtë. E dyta është tek edukimi. Është e vërtetë ajo që ju thoni në pjesën më të madhe harxojnë kohë për të shkuar në palestër, ndërsa për të kryer një shërbim që nuk është më shumë se 500 metra larg banesës, marrin makinën. Pjesa tjetër është të rinj, të cilët makinat e tyre, makinat e prindërve, makina me qera i marrin dhe duan të duken dhe shkojnë ekspozohen në vende të populluara dhe kjo sjell Arena është bërë problem, se para disa vitesh ka qenë vetëm bloku me këtë ngecjen e trafikut, po dhe Arena në darkë për shembull po të kalosh një xhiro. Është parat këtu. Arena është në Don Bosco është krijuar një problematik shumë e fortë me këtë, sepse është vetëm një rrugë, janë shtuar ndërtimi tek spitali ushtarak është janë bërë disa komplekse dhe është rrit numri i qarkullimit dhe ajo është rrugë e tmerrshme për qarkullimin. Por dhe pjesa tjetër që shoferët, të cilët për çdo lloj aktiviteti që kanë, madje mendja që është bërë instinktive dhe sapo dalin e marrin çelsin e makinës dhe nuk e dinë se ku do shkojnë. Por dinë që do të marrin makinën. Pjesa më e bukur në Deliorq për shembull. Aty ka shumë biznese që ti të shkosh të hash një drek apo diçka edhe nëse nuk je banor. Parkimi është aty më aty kaq distanca që kemi ne nga njëri tjetri dhe e lën në rrugë. E kupton, vjen dhe polici dhe nuk lëvizin nga kafja, se e kanë për ofendim të çon ti thon policis që ja po e lëviz, e kupton, se nuk i intereson. Ajo është situata më qesharake që më kanë parë në Tiranë. Kesh parkimin 2 metra me andej dhe mos ta fusësh poshtë. Nuk e di plak. Kam përshtypjen se është si puna e atij personi që është një batutë që i ra 100 lekë vjetra në tokë dhe tha pse për 100 lekë do ulem unë, tha nxorri, hodhi dhe i 10-shë, e për 10 do ulem unë, edhe i mori. Dhe këto shoferat që bëjnë këto lloj sjellje kanë një job 30.000 lekë, thotë po pse për 30.000 lekë do shkoj të pagujon, po le ti bëj 60, le ti bëjnë 100 dhe të shkoj ti paguaj tamam, sepse nuk e kanë problemin te legut. Dalin te pjesa që duhen gjobat në bazë të ardhurave apo pasurisë reklama. Për sigurinë rrugore, ne dim vetëm të shohim kronika të zeza, të qajmë, të ankohemi, po se ky, po se ai, po se rruga e të gjitha me radhë, për shembull, e pa shumë që dhe në Durrës si u morën, ishte kjo, si ishte ajo, po besoj që ne kemi shumë probleme, jo vetëm në sinjalistika rrugore apo në infrastrukturë, po thelbi problemi nis që nga drejtuesit. Ndalemi te disa faktorë tjetër shumë shqetësues për ato që japin makinës në Tiranë, se ti mund të jesh një shofer shumë i rregullt, por një nga luftrat e përditshme janë gropat. Nëse nuk do të kesh disje të çara që kushtojnë relativisht shumë, ti duhet të shmangësh gropat. Një kjo. 2, ti duhet të ruash çdo adoleshent në Tiranë me skuter elektrik. Doli një kohë, do hiqe, nuk bë propagandë e madhe, fillun aksionin, i merrnin këto skuterat, i hipnin në makinat ku i hipnin, tani i ke lirshëm në Tiranë. Madje nuk di ta kam thënë një herë, në Unazë të Tiranës kam parë 2 të rinj, 15 vjeç, në atë mbridhen aty. Tjetër shumë problem, ne besoj që ose jemi daltonik, ose nuk di, po për ne nuk ekzistojnë vizat e bardha.
Zero, kur, madje ti ke për detyrë që edhe nëse një grua e haxhituar të pret rrugën ku sen vizat e bardha, të ndalosh, e kupton, sigurisht ti të ndalosh se ka prioritet, por duhet të durosh dhe të sharat e asaj. Trotuaret në Shqipëri dëgjoj ku janë? Se doli edhe një moment kjo bë fushati apo lirimi i hapësirave publike. Nuk kam parë, nuk shoh trotuare në Shqipëri. Domethënë, ose janë të bllokuara nga shkallët e atij tipit që nuk i prish se ka biznesin, ose janë të zona me karrike. Po nisim njëherë me këto, pra gropat, skuterat, vizat e bardha. Se edhe këto të stresojnë, janë shqetësues. Kur fillon përmend vizat e bardha, shëmica e të rinjve të keq kuptojnë. Nuk e kuptojnë se për çfarë flasin, por për të sqaruar që bëhet fjalë për ato vizat të cilat janë të detyrueshme. Në kuptimin e parë të fjalës. Po, janë të detyrueshme për çdo përdorës mjeti që ti respektojë qytetarët të cilët komsorët dhe t'u japi përparësi atyre. Është jetike kjo për jetesën në komunitet dhe për bashkëtesë të mirë, sepse vijnë probleme shumë të mëdha. Ka shumë raste që te vijat e bardha domethënë ka një komunikim shumë tash përmes drejtuesve të mjetit dhe qytetarëve. Pse kalove ti? Pse u fute? Por dhe qytetarët të cilët janë komsorë dhe nuk e zbatojnë semaforin. Ndalu pak. Për shembull ti aty tabela është me 30 dhe ti je duke ecur me 30 tek ajo tabela. Pa pritur, ai këmësori hidhe, po tani dhe këmësori duhet edhe të shohë pak se ka një procedurë frenimi. Sigurisht ti do frenosh, do i bësh frenat gosh për të ruajtur atë këmbësorin. Po ky këmbësori edhe duhet të shohë pak, se kanë dëgjuar që këmbësori ka prioritet dhe thjesht hidhen. Po kontrolloj një herë rrugën. Abuzojnë me atë çfarë ju është dhënë dhe po të shikosh, mirë ajo pjesa që futet pa paralajmërim e tjerë nuk merr kujdes, por problemi më i madh është që nuk bëhen dy bashkë. Çdo njeri në për terrorist vet. Janë vizat e bardha thot. Edhe ti po të rish ti presësh, mund të rish edhe 2 orë aty sepse vjen ai ecën, vjen tjetri ecën dhe ti nuk arrin dot ta shfrytësh vargun e qytetarëve. Ndërkohë që njeriu, pra, edhe komsori duhet shikojë që mos u fut kur tjetri është duke dalë në fund, ti futesh dhe se po qyteti ka qarkullim. Edhe komsor. Dhe kështu ti e mban gjithmonë rrugën e bllokuar. Okej, s'ka semafor që ta detyron, por ti duhet të jesh i ndërgjegjshëm vetë që duhet presë. Po dhe shoferët. Shoferët vinë thotë, është e drejta ime të kaloj, ose janë dhe ato që nuk pyesin fare për drejtën, por futen dhe gati sa nuk i marrin përpara. Ka nevojë për një ndërgjegjësim të dy palëve, edhe të shoferëve dhe por edhe të komsorëve. Edhe komsorët janë shqetësim në këtë drejtim. Skuterat ishin vërtet problem dhe për mendimin tim u bë një punë e mirë që u disiplinuan në një farë forme, po tjetër që ka nevojë. Janë një numër shumë të vogël, patjetër që është një numër sepse urdhri është në fuqi, ndoshta nuk është me atë masën e parë sepse në një farë mënyrë ishte edhe çështje sensibilizimi, por edhe çështje disiplinimi, por është në fuqi dhe ka rënë në një farë mënyrë ka rënë ritmi i shtimit të këtyre, por është ajo që thoni ju, qëndron që ka akoma të rinj të cilët i përdorin këto mjete për qarkulluar dhe që janë mjaft rrezikshme se s'kan asnjë lloj mase mbrojtëse. Nuk kanë asnjë lloj rregulli në qarkullim. Ato ecën shumë shpejt. Janë skutere, por janë këto si gati si motor. Si motor, ata futen në rrugë të mjetit, ato futen në pjesën ku është ndërtuar për biçikleta, ato ecin aty ku ka për komsorët, ato nuk kanë asnjë lloj disiplinimi dhe është një problematikë e cila shtohet në gamën e problematika. Sa probleme janë taksistët në Tiranë? Shumë problem dhe unë e di që na ndjekin taksistët sepse ndjekin kanalin, por përveç se misioni i tyre për të dërguar klientin sa më shpejt në destinacion, kanë një mision shumë më të madh për të qenë të disiplinuar dhe për të qenë ato të parë të cilët kërkojnë dhe duhet zbatojnë rregullat e qarkullimit. Jam dakord me këtë që the, jam shumë dakord, por edhe të marrim edhe krahun tjetër që taksistëve të shkreti zën dhe vendin. Edhe i kem pin kafe, si plas fare që aty ai njeriu aty, se duhet për mund të emra kështu, që del për të siguruar një rrogë, paguan taksa për atë vendin aty. E kupton, paguan taksa në shtet dhe ja zë vendin ai tipi me qyteta, me range, me Benz, e kupton, si plas fare aty, shkon pi kafe dhe kthehet lento. Dhe di, e merr me shumë qetësi dhe na zë vendin e punës neve. Disiplinim.
Disiplinim. Pra, për shkeljet, për fenomenet të cilat krijohen në shqetësim serioz për jetën në komunitet, duhet parë masa shtrënguese. Qoftë edhe në një kohë afatmesme, nuk po them të përhershme, por derisa të disiplinohet. Kishim në para 5 apo 6 vitesh, kishim qytetarë të cilët frekuentonin sebepe, dasma e tjera që shkonin, pinin dhe dilin tap nga lokalet dhe kishim një numër të madh të aksidenteve. Çfarë ndodhi? U hartua një plan masash dhe u lan punojës policie derisa i gjobitën, hoqën patenta e tjera dhe tani në një farë masë qytetari është disiplinuar dhe kur shkon në dasëm merr taksi. Bëhet ka një lloj ka një forë sensibilizimi. Pra çfarë ndodh? Ky është një tregues që kur ka sjellje të rrezikshme me një masë të fortë e cila ndiqet në mënyrë rigoroze nga institucionet, arrin të disiplinojnë. Po i disiplinova pastaj lëshoje sepse e mbajnë trendin dhe kur gjithsecili tërhiqet dhe shkon tek të drejtat e veta, atëherë krijohen hapësira dhe mundësi për gjithë për qarkulluar lirshëm. Kështu që unë i shkoj kësaj, një mjet i cili konstatohet disa herë që zen hapësirën ku është dedikuar për taksit, ai duhet filloj të gjobitet dhe duhet të ketë masa shtrënguese në një farë mënyrë që mos bëhet më rutina e tij që ta zër vendin. Jo për të bërë diskriminues, maskeliste o godion, po grata janë çik problem, një pjesë dërmuese e tyre me ajsa ti konstaton në përditshmëri, domethënë se duket ndonjëherë, të paktën ky është perceptimi im, mbase e ke por se kur nuk i njohin shumë rregulla, se kur e marrin të kthesen pak si kej, se kur thjesht rrin aty hutohen, nuk ecin. Po ti shikosh edhe po të komunikosh me femrat, gjithmonë thotë ne nuk hesim shpejt. Po dhe ecja ngadalë krijon shqetësim. Po pra. Pra, nuk është e thënë që ti të futesh në autostradë të ecësh me 30, edhe e ngrir aty dhe mos qesh e afër bërë asnjë lloj manovre. Dhe kjo krijon shqetësim. Se makina është aftësi për t'i dhënë. Patjetër. Dhe unë paktën nuk e dija ka studim për këtë pjesë, por të paktën me ato që ne kemi konstatuar dhe shohim vetë në rrugët e vendit, janë një problem. Janë një problem sepse ose mundohen të zbatojnë në përpikmëri rregullat, por të ngurta ata nuk arrin dot të jenë të lira në rrugë dhe krijojnë probleme. Ato kur ndalojnë për të bërë një parkim do t'i duhet 3 minuta të mbaj të bllokuar. 3 minuta është pak. Po ja marrin një mesatare ai bën 10 manovra për të futur në vendin e parkimit dhe do duhet gjithë pjesa tjetër të presit derisa të fusi mjetin në parkim. Biles ka raste që thret edhe bashortin apo në një kalimtar ose në një që ta ndihmoj që ta ndihmoj që të fusim. Pra kanë shumë probleme në qarkullim dhe ajo që ta them me siguri dhe merre analizoni, bëni hulumtime tuaja, po ju them që 80% e femrave të cilët kalojnë nëpërmjet autoshkollave nuk din ta ngasin mjetin pasi dalin nga autoshkolla. Dhe kjo përgjegjësi ku bie? Autoshkolla. Atëherë s'na erdhi në një autoshkollë sponsor, se nuk kishim thënë këtë gjë, po nuk e. Unë s'bëj kompromis me çështjen e sigurisë. Dhe kjo pjesë më ka bërë armik, por besoj që jam një armik i mirë i rregullave, disiplinës dhe i sigurisë, dhe kjo nuk më vret ndërgjegjen. Faleminderit që ishën program, uroj që edhe dy veta nëse kemi sensibilizuar sot të përreflektojnë ndryshe, të mendojnë ndryshe, një mision e arritur. Autobuzat më po ju themi, po mos na loni vend pa vend. Mos na loni vend pa vend, keni stacionet se edhe ju me ato autobusin sa gjysmë e trenit edhe ju bëni problem, edhe vet do ta vuni edhe pasojë. Të tmerrshëm janë. Faleminderit që ishën program dhe ne do të ritakojmë nesër me shpresën që ju kemi ndërgjegjësuar sa të pak dhe jo të mbarojmë misionin tonë dhe thoni pa këto ja fusin kot. Ridëgjojmë nesër, deri atëherë bëfshit qef dhe respektoni rregullat e qarkullimit rrugor dhe mendoni edhe për tjetrin, jo vetëm për veten.